Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i pyetur nëse si opozitë do ta pranonin kërkesën e deputetes Duda Balje për krijimin e një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, ai e mbështet këtë kërkesë dhe thotë se kjo nuk përbën rrezik për vendin dhe se komuniteti bosnjak ka qenë gjithmonë pranë shqiptarëve. Po sot, pse jo? Çka na rrezikon neve? Çka na bën neve një komunë me qytetarë të Kosovës të komunitetit bosnjak, nëse kemi komuna me qytetarë të Kosovës serb? Çka është e keqe me pas një me bosnjak? Asnjë gjë nuk e humbim. Kur në historinë e ekzistencës tonë mira vjeçare bosnjakët s'kan me qenë kundër nesh, as ne kundër tyre, tha Haradinaj. Ai më tej shpjegon se problemi qëndronte Albin Kurti, i cili sipas Haradinajt ka dobësuar Kosovën dhe po i sulmon ata që janë pro Kosovës. Problemi është se na ka udhëheq një kryeministër anti-Kosovë, një kryeministër anti-aleancave të sigurisë së Kosovës me Amerikën, një njeri që ka dobësu Kosovën dhe ka rrezikuar vendin. Ai njeri po i sulmon ata që janë pro Kosovë. Duda Balje është pro Kosovës, përfundoi Haradinaj. Haradinaj thot ndër të tjera se është jetike në këtë kohë me shpëtu Kosovën nga pasojat serioze, ku shton se nëse vazhdon Kurti të qeverisë vendin, do të kemi probleme serioze. Unë e di që është jetike në këtë kohë me shpëtu Kosovën nga pasoja vërtet të pa riparueshme. Nëse vazhdon Kurti në qeveri do të kemi probleme serioze si vend, do të legjitimohen veprimet e të tjerëve ndaj nesh, pasojat do t'i mbartim ne, tha ai. Haradinaj po ashtu ka bërë thirrje për formimin e një qeverie të opozitës, duke deklaruar se çdo veprim ose mosveprim do të çonte në një qeveri të drejtuar nga Kurti dhe do të kishte pasoja të mëdha për Kosovën. Tutja i shton se kush nuk e ndihmon formimin e qeverisë së opozitës do të bëhet shkaktar për zhvillimet jo të mira për vendin. Duhet me e bë, s'kem çare pa e bë. Kush nuk e ndihmon qeverinë e opozitës do të bëhet shkaktar për zhvillime të këqija për Kosovën. Kush bëhet shkaktar me veprimin ose mosveprimin e vet që Kosova ka me vazhdu me udhëheq Kurti, do të jetë shkaktari i dëmeve dhe rreziqeve për këtë vend. Nëse ne si opozitë nuk e marrim seriozisht formimin e qeverisë son, edhe për një arsye shkojmë në zgjedhje dhe vazhdon ky cikli i tillë, prapë i marrim përgjegjësitë, prapë do të mbetet barra mbi dikë, u shpreh ai. Haradinaj po ashtu ka bërë thirrje edhe për partitë e tjera opozitare, duke përfshirë Nismën dhe Limajin që të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të formojnë një qeveri alternative. Porosia ime është edhe për Nismën edhe për Limajin, mos harroni, s'ka me mujt me ik askush përgjegjësisë për të këqijat që do i ndodhin vendit. Të gjithë do të japin llogari për ato që do t'i ndodhin Kosovës. Unë s'kam asnjë kusht për qeverinë e opozitës, mirë po nëse vazhdon ky njeri me qeverisjen e vendit, ne do të kemi pasoja dhe ata që marrin pjesë në krijimin e këtyre pasojave për vendin do të japin llogari, nuk kanë me mujt me ik përgjegjësisë kushdo qoftë, tha ai. Po ashtu kreu i AK-s ka theksuar se nëse ai do të kishte mundësinë do të kishte preferuar një fitore absolute në zgjedhje, por sipas tij opozita duhet të veprojë me një qëllim të qartë për ta shpëtuar vendin nga pasojat që shkakton qeverisja aktuale e Albin Kurtit. Për qefi kisha fitu 51% dhe fare s'isha marr as me PDK-n as me LDK-n. Unë mendoj që në aleancë janë njerëzit më të dedikum për atë dheun dhe interesat e këtij vendi. Ne kemi dallime të mëdha në opozitë. Opozita ka një fat të keq se vendin e ka në rrezik. Bashkëpunimi me LDK-n dhe PDK nuk është punë qefi. Për qef nuk kisha bashkëpunuar me ta. Unë besoj që do ta krijoj qeverinë opozita. I bëj thirrje të gjitha partive politike, opozitës dhe partive jo serbe të rrim bashk. Ne e kemi shumicën shqiptare, edhe atyre që janë sot antarë të qeverisë së këtij mashtruesi. Ju them se ju mundeni me bashkëqeverisë edhe me ne sot. Jeni të mirë se ardhur, përfundoi Haradinaj.